Fabio Cannavaro nuk është më trajneri i Dinamos së Zagrebit. Eksperjenca e shfrytëuesit të topit të Arts zgjati 100 ditë në Kroaci. Artur Hoxha nuk konsiderohet titular me Cannavaro, ndërsa mbetet për Top Arts si do të ndryshojë situata. Drejtimin e skuadrës, siç njofton klubi kroat, e ka marrë Sandro Perković. Fabio Cannavaro nuk është më trajneri i ekipit të parë nga kjo e mërkur. Ai ishte në pakinën e klubit për pak më shumë se 3 muaj e drejtoi blut në 14 ndeshje zyrtare dhe 3 miqësore. Ne dëshirojmë të profitojmë nga ky rast për të falënderuar në zemra trajnerin Cannavaro për përpjekjen dhe përkushtimin e madh dhe t'i urojmë atij gjithë të mirat në rrugtimin e tij të ardhshëm. Ekipi do të merret përkohësisht nga ndihmës trajneri aktual Sandro Perković deri në fund të sezonit, shkruhet në njoftimin e Dinamos së Zagrebit.